Se kam qenë kryetari komunës kur ande nuk ka qenë kjo ide në asnjë komunë, ne kemi ndërtu 5 shkolla duke i përgatitur për këtë pilot projekt. Ky pilot projekt do të jetë në 3 shkolla, një në shkollën e Ismail Luma, e cila është në Lipjan, dhe 2 në shkollat fshatrave apo rurale. Kjo do të jetë pilot projekt, do ta shohim si po ecë, në Prishtinë ka ecë mirë. Nuk janë anku se ka ecë keq. Ne do të provojmë në Lipjan me 3 shkolla, pastaj do ta zgjerojmë rrjetin. Sigurisht se do të ketë asistent, jo sepse nuk mund të punoj një mësimdhënës tërë ditën, po do të ketë asistentën i cili do të zhvilloj pastaj ato pjesë tjera përveç mësimdhënies që janë lojrat e ndryshme, kryerja e detyrave që i jepen nga mësimdhënësit, pjesa tjetër e mësimit do të jetë më shumë atraktiv për fëmijët dhe do të kenë edhe ushqimin aty në këto shkolla dhe do të shohim se si do të rrjedh zhvillimin këtu 3 pilot projekte të shkollave dhe do ta zgjerojmë rrjetin gjithsesi në pjesë tjera. Një prej ofertave tuaj për të pjesa e infrastrukturës është edhe trajtimi i lumit Sitnica. Lumi Sitnica ka qenë projekt në vitin 2012 të cilën e ka financuar USAID-i amerikan. Ka qenë projekt detaj, i cili ka qenë jashtëzakonshëm, por që nuk është vënë asnjë lopot punë aty. Dhe realisht ne kemi rikthyer sepse unë jam për projektet mëdha. Unë jam interesuar për projektet mëdha dhe me bë Lipjani monument që mbahet mend si një monument i zhvilluar në kohën kur ka qeverisë Zoti Buja. Dhe këto projekte, gjitha që po i shihni, janë projekte të cilat janë në kuadër të kostove që nuk e tejkalojnë buxhetin komunal për 4 vite. Mund bëhen me paratë komunës, përveç që mund të ketë edhe investitorë tjerë. Ky projekt 1 kilometër ka pjesën urbane e cila do të jetë shumë atraktive edhe për të rit, edhe për plesh, sepse shëtitjen aty do të jetë edhe me ulse, edhe me lokale montazh. Unë po e marr një shembull, Prishtina i ka vendosur lokalet montazh në shesh dhe i ka bërë ato kafeteritë që zhvillojnë. Ne nuk e kemi këtë nevojë, ne kemi lumin Sitnica. Ne rreth lumit i vendosme ato lokale montazh, lokale drure, të cilat do ta zhvillojnë aktivitetin e tyre biznesor dhe do të zhvillohet edhe biznesi dhe rreth tyre do të kemi shëtitore të këmbësorëve, shëtitore të ciklistëve dhe atraktivitete tjera për rinin dhe është një projekt i jashtëzakonshëm. Përveç kësaj, është edhe çështje edhe e rrëveshimeve. Lumi Sitnica i vërshon mbi 400 hektar tokë. Rregullimi i shtratit Lumi Sitnica e shpëton edhe tokën bujqësore ka mbi 400 hektar. Hekurudha. Po ashtu Hekurudha, një prej projekteve tuaja të premtuara. Pra, çfarë parashihet me këtë projekt? Te Hekurudha keni parasysh se është u investuar nga Bashkimi Evropian dhe është një Hekurudha e cila do të jetë shumë e rrezikshme. Shpejtësia e trenit që do të qarkullojë do të jetë 100 deri 120 km. Prandaj kemi planifikuar më njëherë të hymë në projektin e nënkalimeve, edhe pse këto nënkalime ka qenë planifikuar qysh nga viti 2013 të hyjnë këto investime. Nënkalime do të jenë në Hekurudh në rrugën që e lidh Lipjani me udhkryqin e Janjevës, nënkalimi i cili do të jetë për vetura dhe po ashtu me rrethotullimet që do të lidhen fshatin Glogos me pjesën e qytetit që po e quajnë integrimin e pjesës KHB-a, siç e quajmë ne, ka ndërtesa AB-a. Pastaj është rrethotullim, nënkalimi tjetër që do të jetë do ta lidh Lipjon me lagjen e Aklapit, që është pjesë e qytetit, po ashtu një nënkalimi i cili shkon nën Hekurudh dhe ndërlidhet me 2 rrethrotullime tjera që ndërlidhet me pjesën tjetër të qytetit dhe një nënkalim është nënkalim për këmbësorë dhe ciklistë e cila e lidh pjesën tjetër qytetit me sheshin Adem Jashari përmes nënkalimit për këmbësorë dhe ciklistë. Këto 3 nënkalime janë të parapome që të iket rrezikut dhe të integrohet qyteti i Lipjanit sepse është i ndarë ndysh nga Hekurudha. Oke, e fundit parkingjet, pra cila është zgjidhja juaj për parkingjet, pra një problem tashmë edhe për Lipjanin, pra me qenë se edhe Lipjani është një prej komunave që është zgjeruar viteve të fundit, edhe në fakt është bërë një prej komunave, po themi nëse më herët fësh Kosovë vjen blej prona, pra për ata që s'kan arrit me blej prona të Prishtinë, tash Lipjani është një prej qendrave që atraktive në këtë aspekt.
Spore për sharaj, kë parkingu nën toksor që është ndërtu, po të është pjesa ma atraktive e qytetit Lipjanit, po të shpolle me dhonë investitorve me ligjin për partneritet publiko-privat, pa e dhonë asë një cent komuna do të ndërtoheshin 3 kotët e parkingjeve, një nën toksor dhe 2 mbi toksor. Po kjo nuk është vepru dhe ne s'jemi të nësësu me prish një investim publik. Ne kemi planifikua dhe një pjesë të tregut ditor të ketë 2 kote parkingje nën toksore, që janë 110 parkingje nën toksore. Po ashtu ka mundësi të parkingje mbi toksore, sepse ka hapësira komunale, veçanti në hyrje të qytetit Lipjanit, që e zgjidhin këtë problem. Dhe plani regulativ urban, që në atë kohë shujt plani regulativ urban, ka qenë një parapon që çdo ndërtes me pos parkingjet për banor të rezident në podruma, apo në tokë, dhe ishte zgjidh problemi i parkingjeve, sepse ata që jetojnë në Lipjan duhet të kenë parkingjet në ndërtesat ku jetojnë. Po kjo nuk është të respektu, është bo një plan tjetër me harta zonale dhe është prisha e plani regulativ urban, edhe pse jashtë ligjshëm, sepse në 2013 ka qenë plani zhvillimor komunal, do është në 2021 më u bo plani zhvillimor komunal, e në fakt nuk është bërë, po ka kalu me planin e 2013 të hartat zonale, që është shkelje ligjore, dhe me hartat zonale janë aprovu nga Ministria e Zhvillimit hapësinor, sepse ka qenë pushtet vetë LDK-ja në atë ku, dhe kanë hy me harta zonale që kanë prish një plan regulativ jashtëzakonshëm urban, kanë bo ndërhyrje cilat e kanë qitë jashtë rregullave gjithë urbanizme në Lipjan, dhe sot kemi ndërtime të cilat janë tepër rënde e dëmtojnë qytetin e Lipjanit. Okej, jemi në fund të emisionit, kisha me dashur mi pop kandidatët tjerë që janë në këtë garë, pra është Imri Ahmeti, kryetari aktual i Lipjanit nga radhët e LDK-s, është Ilir Qeriqi i LVV-s edhe Bashkim Budakova i AK-s. Nuk di nëse ka edhe kandidat tjerë, pra ju kërkoj falje nëse ka, se në secilin komunë po dalin në disa kandidat që jo për fajin tonë, po nuk po arrim mi identifiku. Është edhe nga Lëvizja Guxha. Edhe nga Lëvizja Guxha. Po. Emri ti? Është Bytyqi më jam, Ardian Bytyqi. Okej. Ardian Bytyqi. Okej. I kërkoj falje nëse s'është i përfshirë. Kisha me dashtë me një mendim tuaj, pra për Imriun, Ilirin edhe Bashkimin, që Albin Kurti ju identifikoj Imriu dhe Shukriu, kështu pat disin me një të bim. Imriu në fola bukur gjatë dhe realisht... Shkojnë të tërme Ilirin, Bashkimin edhe... Popullë ju në ka gjithmonë merak shambullin në regullimin shtetëror të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe tu ta din që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë 8 vjetë mandat. Nuk lejojnë rikandidimin pas 8 viteve. Do të pauzoj për 4 vite, pas taj mund të rikandidoj. E Imriu ka bo 12 vite. O do është spoku, edhe pse se ka regullën të mërë shambullin e një demokracie të jashtëzakonshme që është amerikane, që të mos kandidoj, sepse 16 vite janë tepër shumë. Imriu veç është mbushur dhe njerëzit janë lodhur me menaxhimin e tij, janë lodhur me ndikimin e tij, janë lodhur nga djali i tij, i cili ndikon shumë në komunë, janë lodhur nga gjithë udhëheqja që e menaxhon krejt gjitha menaxhmentet i ka bo politike dhe i ka bo me nepotizm dhe familjarizm, janë edhe të familjes ti komplet të punësuar në rrethin e ngushti, dhe të realisht Imriu nuk e shoh se do të ketë mundësim për me fitu këto zgjedhje, madje unë besoj që përveç që do t'jemi parë, se deri tani kemi bisedu që dalmi të partë në balotar, tani ma nuk e bisedojmë këtë çështje, tani ma jemi të partë në balotar, po a do të kalojmë pa balotar, kjo është një çështje në veti, unë shpresoj të kalojmë pa balotar. Rreth Ilir Qeriqit është një personalitet që ka zhvillu karrierën e tij ushtarake. Ka qenë ushtari i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, pastaj është specializuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka hyrë në forcat e sigurisë dhe ka ishtu tjetë deri në gradën e generalit, është një personalitet i cili e njeh ushtrinë, po nuk besoj që mund të jep menaxhimin sa duhet dhe si duhet komunës, sepse
për të menaxhu komunën janë 3 ligjet bazike s'po ku duhesh me njoft, ligjin mbi veçevrisjen lokale, ligjin për financat publike dhe ligjin për financat e pushtetit lokal. Okej. Ndërsa zoti Budakova po ashtu është një bashkëftar i imi, një ushtar i Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, një djalë i qetë, një djalë që rikandidon, ka kandiduar edhe më herët, është nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që është një profesor i nderuar dhe realisht e njeh fushën e arsimit më mirë se menaxhimin e komunës.